Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni sipër ziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Doni të jetoni 100 vjeç, ja çfarë duhet të bëjnë 50 vjeçarët që të jetojnë më gjatë. Të ushqej e shëndetshëm është mjaft e rëndësishme në mënyrë që trupi ynë të marrë porcionet e duhura të lëndëve ushqyese. Por sipas një studimi të kryer së fundmi, individët që janë mbi 50 vjeç duhet të keni më shumë kujdes me ushqimet që konsumojnë. Studiuesit rekomandojnë disa ushqime që duhet jenë pjesë e dietës suaj ushqimore, sidomos këto të renditura në këtë video sipas health.com. Bajamet. Studimet tregojnë se konsumi i përditshëm i bajameve mund të ndikojë pozitivisht në diabetin e tipit 2, në shëndetin e zemrës dhe menaxhimin e peshës. Bajamet përmbajnë 15 lëndë ushqyese kryesore si vitamina E, magnezi, proteina dhe zinku. Një tjetër element shumë i rëndësishëm i dietës suaj është kosi. Kosi është mjaft i mirë për kocka dhe gjithashtu ndihmon në humbjen e peshës. Kosi është mjaft efektiv edhe në proceset e tjera të tretjes. Ai përmban mikronutrientë si zinku, kaliumi dhe vitamina D. Konsumi i tij ndihmon në kontrollin e presionit të gjakut dhe në forcimin e imunitetit. Të gjitha këto lëndë ushqyese janë të rëndësishme për njerëzit në të 50-tat, citon dietologja Ritika Sambadar. Drithrat. Drithrat përmbajnë fibra që mund të ndihmojnë në zvogëlimin e rrezikut të sëmundjeve kardiovaskulare, rregullojnë nivelin e kolesterolit dhe ndihmojnë në humbjen e peshës. Konsumi i drithrave brenda racioneve të duhura është një mundësi shumë e mirë e trupit tuaj për të marrë këto lëndë ushqyese. Veza. Konsumi i vezës në mëngjes ndihmon në menaxhimin e peshës. Vezët përmbajnë një sasi të proteinës dhe sasi të mirë të vitaminës D, element të këto ushqyes të cilat e mbajnë trupin të ngopur për më gjatë, shumë të rëndësishme për trupin tuaj. Vitamina D është një aleate e mirë e organizmit në betejën kundër shqetësimeve tuaja të yndyrnave të tepërta, dhe proteina që gjendet te veza është e cilësisë së lartë, e cila ju mban të ngopur për më gjatë deri në vaktin e ardhshëm, duke u siguruar më pak kalori. Për më tepër, vezët përmbajnë një aminoacid që ndihmon në forcimin e muskujve të trupit. Vezët janë një burim i mirë i vitaminës B12 dhe lëndëve ushqyese që ndihmojnë në parandalimin e humbjes së kujtesës. Ekspertët këshillojnë gjithashtu përfshirjen e vezëve në dietat tuaja ushqyese. 1 deri në 2 vezë të zjera në ditë është doza optimale për t'i konsumuar vazhdimisht në dietën tuaj, duke ditur edhe rëndësinë e veçantë që do t'i ofrojnë organizmit. Zarzavatet. Zarzavatet të tilla si marulet dhe lakrat janë të mbushura me energji ushqyese si vitamina C, vitamina B6, magnezi, fibra dhe përmbajnë shumë pak kalori. Rekomandohet edhe konsumi i spinaqit. Lëngu i spinaqit është i pasur me kalium, magnez dhe gjithashtu përmban antioksidantë që ndihmojnë në uljen e presionit të gjakut dhe përmirësojnë mbi të gjitha shëndetin tuaj të syve. Një studim i ri europian u fokusua në orët e njerëzve mbi 50 vjeç që duhet të flenë për të shmangur probleme shëndetësore. Kështu ata që flenë më pak se 5 orë në natë përballen një rrezik më të madh të problemeve dhe sëmundjeve kronike në të njëjtën kohë. Studiuesit cituan se personat mbi 50 vjeç duhet të flenë të paktën 7 orë gjumë, në mënyrë që të marrin të gjithë elementet ushqyes për trupin dhe relaksin e trurit tuaj për të pasur gjithashtu një organizëm më të fortë. Me rritjen e moshës, funksionet e organeve dhe indeve të ndryshme të trupit gradualisht zvogëlohen. Si dhe funksioni i absorbimit të ushqimit nga trupi tregon një rritje të përcaktuar të regresionit, veçanërisht për njerëzit e moshës së mesme ose të moshuar. Zgjedhja e 3 vakteve në ditë është shumë e rëndësishme në mënyrë që të shmangni problemet gastrointestinale. Ne jemi në jetën e përditshme shumë të fokusuar ndaj ndryshimeve tona, dhe në përditshmi shumica e të moshuarve nuk guxojnë të hanë mish, sepse aftësia e tyre për të tretur mishin përkeçohet me kalimin e viteve. Pas ngrënies së mishit, ka më shumë të ngjarë që të vuajnë nga pagjumësia. Por cilat janë arsyet kryesore pse njerëzit e moshës mbi 50 vjeç nuk duan të hanë mish? Së pari, ulin funksionin fizik dhe aftësinë e zvogëluar të tretjes. Në përshtypje shumë të moshuarve është se mishi është sinonim i ushqimeve të pashëndetshme. Sidomos, në shumë udhëzues shëndetësor rekomandohet që të moshuarit të hanë më shumë perime, drithra, mish me pak yndyrë, prosciutho të tjera. Me kalimin e kohës atyre krijohet përshtypja e ushqimeve vegetariane që është i shëndetshëm.
por ekspertët citojnë se mishi duhet të jetë pjesë e dietës suaj, bashkë me peshkun, me pulën, duke ndikuar kështu pozitivisht në shëndetin e përgjithshëm. Për të pasur një jetë më të gjatë dhe më të shëndetshme në dietën tuaj, duhet të përfshini sa më shumë produkte natyrale të cilësisë së parë, të cilët ndikojnë pozitivisht edhe në organizmin tuaj. Nuk është sekret që me kalimin e kohës, trupi ynë fillon të punojë më keq. Disa aktivitete që ju kanë pëlqyer dikur bëhen intensive dhe disa nga ushqimet tuaja të preferuara nuk tolerohen më nga metabolizmi. Por fat të keq ka mënyra për të ngadalësuar procesin e plakjes. Një dietë e ekuilibruar është një nga gjërat më të mira që mund të shikoni për të zgjatur jetën tuaj, për të qëndruar sa më të shëndetshëm. Sipas Health dhe Human Research, ka disa ushqime të cilat janë të mira për të gjithë pa marrë parasysh sa të vjetër jeni, por ka edhe nga ato që kanë përfitime të veçanta për njerëzit mbi 50 vjeç. Fasulet. Ndonse i afroheni moshës së mesme, rreziku për probleme si diabeti tipi 2 dhe kolesteroli i lartë rriten. Shtimi i fasuleve në dietën tuaj ditore është një mënyrë fantastike për të zvogëluar këto rreziqe. Vetëm 3/4 e filxhanit me fasule ose me thjerza në ditë, nëse fasulet nuk janë ushqimi juaj preferuar, ulin kolesterolin deri në 5%. Fasulet gjithashtu mund të përmirësojnë nivelin e sheqerit të njerëzit që tashmë vuajnë nga diabeti. Gjithashtu është e rëndësishme të mbani mend se nëse po blini fasule të konservuara, sigurohuni që t'i lani ato përpara përgatitjes, pasi ushqimet e konservuara janë në plot me natrium, i cili ka ndikime negative në shëndetin tuaj. Një tjetër aleat shumë i mirë ushqyes për trupin tuaj është edhe bollguri. Rreziku i sëmundjeve të zemrës rritet pasi burrat mbi moshën 45 vjeç dhe gratë mbi moshën 55 vjeç vuajnë nga këto shqetësime të shumta për organizmin e tyre. Prandaj, duke qenë shumë e rëndësishme ushqyerja juaj do të ndikojë pozitivisht në mbajtjen e trupit më në formë, në përmirësimet më të mira të shëndetit dhe parandalimin gjithashtu edhe të komplikacioneve tuaja trupore. Prandaj, sa më shumë ushqime që të hani që ndihmojnë uljen e kolesterolit, aq më të shëndetshëm do të jeni. Bollguri është një ushqim i shkëlqyer për trupin dhe parandalimin e këtyre shqetësimeve. Fibrat që ai përmban ndihmojnë gjithashtu edhe në mbajtjen nën kontroll të shqetësimeve tuaja të kolesterolit. Mollët. Mollët janë një nga ushqimet dietike fantastike për shumë arsye. Ato ulin rrezikun e diabetit duke ndihmuar në rregullimin e niveleve të sheqerit. Ato përmbajnë mesatarisht 5 gram fibër të cilat mund të ulin kolesterolin. Ato gjithashtu përmbajnë substanca të quajtur quercetin të cilat dihet se ulin edhe presionin e gjakut. Ato janë një burim i shkëlqyer i besueshëm i vitaminës C, kaliumit dhe antioksidantëve. Sidoqoftë, është më mirë që të hani mollët sa më natyrale, të cilat nuk përmbajnë edhe pesticide të ndryshme në spërkatjet e tyre. Një tjetër produkt shumë i rëndësishëm për të gjitha moshat, veçanërisht për moshat e treta, janë arrat. Studimet kanë treguar se ngrënia e një grushti me arra në ditë zvogëlon rrezikun e sulmeve në zemër dhe goditjeve në tru me 28%. Arrat janë një zgjidhje shumë e mirë ushqyese për organizmin tuaj, dhe si të tilla duhet të jenë pjesë të recetave tuaja të përditshme. Duke pasur parasysh rëndësinë e tyre ushqyese, do të jenë një zgjidhje fantastike në mbrojtjen e trupit të fuqishëm kundër radikaleve të lira dhe forcimin e shëndetit tuaj. Perimet me gjethe jeshile. Kërkimet e fundit kanë zbuluar se njerëzit që hanë më shumë perime jeshile me gjethe të tilla si spinaqi dhe lakra jeshile kanë aftësinë njohëse të barabartë me njerëzit 11 vite më të rinj se ata, të cilët nuk i konsumojnë këto ushqime. Manaferrat. Kjo larmi e frutave është e pasur me disa kimikat fitokimik që mendohet se rrisin rrjedhjen e gjakut në tru, ndërsa ulin inflamacionin. Rezultati është një rrezik më i ulët i zhvillimit të sëmundjeve të Alzheimerit. Manaferrat janë po ashtu të rëndësishme për organizmin, duke ofruar një sër vlerash për trupin. Nëse nuk doni që të ndryshoni edhe organizmin tuaj, konsultohuni me ekspertin. Vëmendje. Ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mundësojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj.
Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tuaj.